Shikues të televizionit të UTA, vazhdojmë të jemi së bashku në emisionin e Fitër Bajramit, ku ka kënaqësi të madhe se sa në festën e Bajramit të bashkohemi të gjithë ne që jemi afër, por fatmirësisht fal këtyre mjeteve teknologjike mund të jemi afër edhe me miq të cilët konkretisht kemi një mik I cili ndodhet në Kosovë. Është kënaqësi të flasim sot me imamin e Seqerimi, ligjërues në xhamin Zejnullah Bllakçori, Latans të Podujevës. Njëherët më lejo që të drejtohem ashtu siç edhe ne njihemi. Koleg, përshëndetje, gëzuar festën e Fitër Bajramit. Përshëndetje edhe juve, gëzuar edhe juve dhe gjithë vëllezërët tonë shqiptar kudo që gjenden. Unë thash koleg, sepse studimet tua vijojnë letimi paralel si që ishte ai masteri përfunduar në studimet islamike, shkencave islamike të cilat të përgëzoj, por gjithashtu jemi së bashku në një rrugtim pak më ndryshe ndoshta edhe për juve, si që është ai studimeve master në komunikim masiv dhe gazetari. Megjithatë se do doja një prezantim për publikun e Ulqinit. Si filloi rrugtimi yt si imam dhe ku përfunduan studimet? Po, fillimisht ju përshëndes të gjithëve dhe përmes kësaj dritarje që më mundësoj, përshëndes të gjithë vëllezërit tanë shqiptar në anën e Malit të Zi. Unë jam Eset Qerimi, jam I lindur në komunën e Podujevës, kam kryer shkollimin fillor këto, pastaj shkollimin e mesëm medresejën e mesme Alaudin Prishtinë, për të vijuar me pas Fakultetin e Studime Islame në Prishtinë po ashtu. Dhe posa përfundova, fillova të mendoj pak edhe për studimet master. Kam përfunduar masterin në shkencat ekonomike në Universitetin e Prishtinës. Pastaj kam përfunduar edhe studimet master në shkencat islame në Fakultetin e Studimeve Islame po ashtu në Prishtinë. Dhe së fundi, siç e potencuat edhe ju, jemi në proces të studimeve master po ashtu në Prishtinë, në Kolegjin AB në drejtimin media dhe komunikim. Kjo ishte si imam, kam filluar që nga viti 2009, punoj në xhamin ku akoma jam, do të thotë Zejnullah Bllakçori në Latans të Podujevës. Kjo ishte një, po themi një letër njoftimi I shkurtër I biografisë time. Një letër njoftim I pasur, një letimi ashtu siç duhet të japim edhe shembujt edhe në këtë festë të Fitër Bajramit. Tani ne dim lidhjen që ka Ulqini me Kosovën edhe më vjen mirë që në këtë festë nuk mungon një intervistë e tillë. Të falenderoj për kohën. Si ishte muaji I Ramazanit në Kosovë dhe si u prit festa e Fitër Bajramit? Sigurisht që Ramazani është një agjendë e veçantë dhe në këto ditë që I kaluam ishte një muaj plot aktivitet, plot begati. Le të themi fillimisht ishte agjërimi ajo që e veçante muajin e Ramazanit, pastaj ishin namazet ditore që do thotë xhamati zakonisht ishin të rregullt në xhami. Pastaj ajo që ndoshta e veçan Ramazanin është edhe lëvizjet ose vizitat familjare, miqësore, shoqërore që bëhen gjithandej në vendin tonë dhe kjo kryesisht është diçka që e veçantë edhe themi drejtën ishin kalendari prej 29 ditësh të Ramazanit ishte mjaft I shkurtër për të përgjigjur gjithë atyre ftesave nga miq, shok, dashamir, xhamatlinje, njerëzve që na duan dhe I dojmë. Pra kjo ishte ajo që në farë forme e veçantë Ramazanin, vizitat e ndërcjella, urimet, ndihmesat, besa është një diçka që duhet ta potencojmë sepse njerëzit janë shumë më dorëlir, janë më dorëdhënës. Në Ramazan kemi pas aksionet shumëta edhe si imam po edhe përmes shoqatës Bereqeti që funksionon kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame të Podujevës, kemi pas ndihma të shumta që kemi realizuar e kështu me radhë. Shihet që kemi shumë të përbashkëta, edhe vizitat, edhe le të themi donacionet, por edhe emrin e Komisionit Bereqeti I kemi të njëjtë, në Podujevë dhe në Ulqin. Kështu që le të themi shihet në çdo gjë kjo lidhja jonë së bashku, si shqiptar këtu edhe atje. Nëse dalim konkretisht tek festa e Bajramit, çfarë domethënie ka në Islam? Festa e Fitër Bajramit vjen pas një muaji të tërë të angazhimit, siç e potencova, agjerim, lexim Kuranin, ndihmesa reciproke, pastaj vizita e kështu me radhë dhe tash festa e Fitër Bajramit vjen përfundim të këtij aktiviteti të bojshëm dhe gjithashtu festa e Fitër Bajramit
duket se në tërë shqiptarin, po dikun mund tjetë ndoshta pak me theksuar, zakonisht karakterizohet me vizita të shumta. Disa prej nesh e preferojnë që të shkojnë edhe të vizitojnë varrezat, sepse në ditët festive, ditët e veçanta, na mungojnë njerëzit e veçantë, sigurisht, dhe disa e preferojnë që të shkojnë të vizitojnë, disa tjerë ndoshta jo, por kryesisht ajo që dihet është se njerëzit shqiptarët, vëllezërit tanë janë ata të cilët një pjesë dalin për vizita, disa të tjerë presin vizitorë në familjet e tyre, por Fitër Bajrami në farforme ka domethënie të afërsisë mes vete, krijimit të raporteve, ndoshta ndonjëherë mund të kemi edhe ftohje të raporteve ose distancim për shkak të dinamikës së jetës, por vjen Fitër Bajrami ose edhe Bajrami i Kurbanit që të gjithë pra këta dy festa i afrojnë familjarët, njerëzit mes vete. Dhe kjo është, në fakt, fjala Fitër, do me thonë natyrshmëri, dhe natyrshmëria është pra se na jemi qenje shoqërore, jemi familjar dhe duhet jemi sa më afër njëri tjetrit, dhe kuptimi tjetër është se Fitër do me thonë natyrshmëri, që mas një muaj të tërë agjerimi, tashmë kthehemi në natyrshmërinë, kuptimin e asaj sepse e vazhdojmë jetën pa agjerim, sikurse që kemi vazhduar paraprakisht. Tani, ne në muajin e Ramazanit, padyshim që mundohemi që të krijojmë edhe një lidhje më të fortë me krijuesin, me Zotin. Por në festën e Bajramit, ka një, le të themi, një mënyrë apo një metodë, apo është diçka që neve mund të bëjmë që të afrohemi edhe më shumë edhe të forcojmë edhe më shumë këtë lidhjen tonë? Festat në Islam kanë domethënie që ne të afrohemi njëri me tjetrin, të jemi më afër, dhe njëkohësisht të afrohemi përmes afërsisë që realizojmë përmes, do të thotë, afërsisë ose raporteve që krijojmë, vizitave, ndërsjella, ne në fakt jemi afruar edhe më shumë me Zotin. Dhe kjo është edhe sepse lidhjet farefisnore, do thot ai që i shkput lidhjet farefisnore, ai ka shkput lidhjen edhe me Zotin. Dhe rrjedhimisht pra ne duhet jemi shumë të kujdesshëm, që të mos lejojmë në asnjë rrethon, pavarësisht kushte, do thot rrethonave të ndryshme ose ndodhive që mund ndodhin mes familjarëve, por ajo që është kryesorja duhet i tejkalojmë ato dhe të jemi sa më afër njëri me tjetrin. Kur jemi njëri me tjetrin afër, padyshim se do të jemi afër edhe me Zotin, dhe kjo është qëllimi i krejt festave që të na mbajnë afër, sepse fundja jemi vëllezër nga feja, nga kumbi kështu me radhë. Më përmende më herët edhe shtrirjen e dorës për njëri tjetrin, edhe gjatë muajit të Ramazanit që kanë qenë shpërndarjet e ndihmave ndoshta, por në festën e Bajramit, ashtu siç edhe e ka emrin ky Bajram, Fitër Bajrami, pse është le të themi e rëndësishme që muslimanët të japin sadaka në këtë festë? Në përfundim të agjerimit është një obligat, do thot një obligim që është për besimtarët që t'japin sadakatul fitrin. Dhe filozofia e kësaj i ka dy pikë. E para është që njeriu ta pastroj agjerimin e tij prej gjërave eventuale që mund ta ketë njolosur përmes fjalëve të tij, përmes gjërave të ndryshme, dhe përmes sadakatul fitrit, pra si na njofton profeti Muhammed, pra ne e pastrojmë agjerimin ton, e para, dhe e dyta që është gjithashtu është më rëndësi gjithashtu që të jetë një lloj ndihmese që spaku në ditët festive mos kemi të varfër të cilët nuk kanë me çka të gëzojnë familjet e tyre dhe që me çka mos t'i kthejnë sofrat e tyre. Pra kjo është ajo ndihmesa që edhe në Kurban Bajram, do të thotë përmes mishit Kurbanit, në Fitër Bajram përmes fitrave apo vitrave që quhen popull, pra krejt këto është qëllimi që thjesht zbutja e diferencave të mes shtresave të ndryshme të shoqërisë, që Islami ka për synim, pra që t'i zvogëlojë këto diferenca dhe t'jemi sa më afër, dhe vetëm kur gëzohemi që të gjithë, atëherë kemi arsye për të gëzuar dhe kemi arsye festive. Në Podujev, si ka rezultuar muaji Ramazanit në kohën e teravive? Kanë qenë xhamiat plot? Gjatë Ramazanit, Podujeva gumzhinte në kohën në Ramazan në përgjithësi, si që potencova, ishin të shumë aksionet për të ndihmuar familjet në nevojë, por edhe rrugët që çonin drejt xhamive ishin të stërmbushura.
sigurisht ishte numri mjaft i madh, sepse tashmë kemi terapi falej në orën 8 parapërsisht, dhe ishte kohë e përshtatshme edhe kishte kohë njeriu edhe kthehej prej punës, bënte iftar, pushonte pak, shkonte në terapi, pastaj kishte kohë edhe për të pushuar dhe për të përgatitur për sfidat e ditës së nesërme. Dhe pra gjitha rrugët çonin drejt xhamive dhe ishin të shumtë ata të cilët frekuentonin xhamin, ishin ata të shumtë që kujdeseshin për pastërtinë e xhamive, për rregullsinë e xhamit, pastaj për shpenzimet e nevojshme, si qofshin ato të rrymës e kështu me radhë, pra ishin gjithë ata që vinin drejt xhamive dhe kujdeseshin në maksimum për nevojat e xhamisë dhe nevojat e komunitetit rreth xhamisë. Sot u fal namazi i Bajramit. Çfarë ka të veçantë ky namaz, edhe si duhet ta falim le të themi në mënyrën më të mirë, që të marrim edhe përjetimin më të mirë? Po, tashmë na para disa momentash jemi kthyer nga festa e Fitr Bajramit, ku e falëm Bajramin dhe sigurisht uruam që të gjithëve për këtë festë. E veçanta e Fitr Bajramit është një namaz prej 2 rekatësh që nuk dallon, ndoshta pak dallon prej namazeve, për shembull si namazi sabahut, i ka disa specifika, por ajo që është e veçantë këtë ditë preferohet që njeriu posaçëzohet, të kujdeset për pastërtinë e tij, do thotë individuale, pastaj të veshë rrobat më të mira që posedon dhe të shkojë në xhami, të ulet në vendin ku e gjen të lirë, të dëgjojë ligjëratën, sepse mas namazit të sabat rëndom, do thotë mbajmë një ligjëratë tematike, pastaj e falim namazin e Bajramit, pastaj gjithashtu edhe e mbajmë edhe hutbën, që është një mesazh i ditës së Bajramit, dhe më në fund bëhet duaja përbashkët dhe që të gjithë xhamati në përfundim të kësaj ceremonie urojmë njëri tjetrin, pastaj disa të tjerë vazhdojnë në për rrethin e ngushtë familjar, le të themi rreth vllaznillakut, ato fëmijësisë që i kanë, disa të tjerë pastaj vazhdojnë rreth do thotë ne i themi ashtu rreth bijave ose vajzave, dikush motrave kështu me radhë, por thjesht është një ditë që karakterizon e tëra me vizita të ndërsjella dhe që kanë për qëllim urimin dhe krijimin e afërsisë mes nesh. Po një lutje të veçantë ka në festën e Bajramit që mund ta bëjmë? Preokupimi besimtarëve posa të përfundojnë Ramazanin, është ajo, inshallah Zoti na ka bëu kabull Ramazanin, sepse siç potencohet në njëri prej njerëzve të afërt të profetit Muhammed, pra Aliu radiallahu anhu, thot kur ta dija se kush është ai i cili i është pranuar agjërim dhe t'ja urojmë atë pra këtë fitore dhe ta dija sikur kujt nuk i është pranuar agjërimi dhe t'i shkomi në ngushëllim atij i cili eventualisht nuk i është pranuar agjërimi Ramazanit. Pra lutja kryesore është Zoti na i paspranoj ibadetet tona dhe njëkohësisht gjithashtu Zoti na ndihmoft që të jemi afër njëri tjetrit. Pra kjo ose ato urime tani që vazhdojnë mas lutjeve, kjo është ajo esenca. Sa është sfiduese tani për të gjithë shoqërinë që të vazhdojmë me devotshmëri si muajin e Ramazanit, ta mbaj këtë edhe në festën e Bajramit, por edhe pas, le të themi kur nuk kemi më as Ramazan as Bajram në ditët në vazhdim. Sigurisht edhe kjo është një pikë që duhet me diskutuar. Në fakt, mas Ramazanit, ne përmendum potencuam pak më parë, sepse në Ramazan ishte një muaj begat me plot veçanti dhe ishte dinamik, themi ashtu. Pas Ramazanit, sigurisht se dinamika e Ramazanit fillon të bie pak, por ne shpeshherë lexojmë edhe libra psikologjik dhe dëgjojmë edhe intervistat do thotë studiozëve psikologjisë, dhe ata thonë se për të flak një vetit keqe, njeriu t'i duhet 21 ditë. Dhe kur të kalojnë këto 21 ditë, në fakt, pra njeriu ka arrit që të krijojë një natyrë të re, një veti të re, ose ta flak një të keq ose diçka më madhe. Kështu që Ramazani ishte 29 ditë së vjet, dhe besoj që atë dinamik që kemi filluar në Ramazan, sigurisht edhe atë do thotë atë si të themi traditë që kemi filluar në Ramazan, besoj se edhe atë energji që kemi akumuluar gjatë Ramazanit, shpresoj se do të jetë ai i cili do të na shtyjë për 11 muaj tërë deri në Ramazanin e radhës. Le të shpresojmë.
Ajo çfarë presim më shumë kur flasim për këshillat edhe për të vazhduar në gjërat e mira është që prindërit janë ato që duhet të jenë më të fokusuar tek fëmijët, apo jo? Edhe nëse pyes kështu, mund të dalim tek ajo se cila është gjëja e duhur që duhet të bëjnë prindërit për të rritur fëmijët e tyre me moral, por edhe me, le të themi, me mësimet e duhura të fesë islame, në edukatën islame? Ne si popull karakterizohemi me diçka të veçantë, kemi kombin e përbashkët, kemi fe të ndryshme, kemi fenë krishtere, që ndahet në dy rrite katolike dhe ortodokse, dhe kemi fenë islame që edhe kjo ka ato degëzimet e veta, por ne jemi në shumicë jemi muslimanë sunni që quhemi në trojet shqiptare kudo që ekzistojmë, dhe toleranca që ekziston tek shqiptarët është vlerë e çmuar dhe është diçka e veçantë në trojet shqiptare. Ajo që neve që më lidh tash me pyetjen tonë, secili prej nesh do ta kultivojmë fenë tonë dhe të kemi mirëkuptim me tjetrin, dhe ne si muslimanë preferohet që këto tradita të mira të afërsisë, të lidhjeve farefisnore, të vizitave të ndërcjella, jemi ata që i vazhdojmë në vazhdimsi. Fillimisht preferohet që fëmijët tanë të marrim me vete në xhamin në ditën festive, në ditën e Bajramit, të falim namazin e Bajramit së bashku, pastaj të vazhdojmë edhe me, do thot, vizitat të ndërcjella, sepse jemi dëshmitar të gjithë se jeta është bërë mjaft dinamike dhe kemi vështirësi ndoshta në realizimin e vizitave jashtë ditëve festive, dhe pikërisht është muaji i Ramazanit, ai që e nisëm një diçka të mirë, po edhe këto ditë festive në cilat jemi, që duhet t'i marrim fëmijët tonë dhe t'i njoftojmë me farefisin tonë, t'i krijojmë lidhjet farefisnore dhe mos t'i shpusim ato asnjëherë. Dhe sigurisht se ajo që duhet kemi parasysh ato që janë vlera për ne, sepse Islami te ne shqiptarët me të vërtetë është vlerë, është një vlerë e çmuar dhe e cila na bën të dalluar nga vendet e ndryshme, sepse ndoshta kemi vizituar disa vende, por në atë mënyrë që Islami dhe shqiptaria janë, le të themi, janë bashkëdhëzuar dhe kanë dhënë një model më të mirë, pra ne përqafojmë në islam mesatar, një islam i cili është larg nga ekstremizmat, një islam i cili është larg jo tolerancës, pra na kemi tolerancë edhe ndërfetare, edhe me vëllezërit tanë të fesë krishtere, por edhe me fëmijët tanë, sepse shqiptarët asnjëherë nuk kanë marrë ndonjë sulm për ta sulmuar ndonjë vend fëmijë, por fatkeqësisht gjithmonë janë të kurrë nga do thotë ambicjet glabruese të fëmijëve të tanë. Megjithatë ne kemi zgjedhur një rrugë që t'jemi paqësor dhe t'jemi ata që edhe përmes festes, pra duhet gjithmonë të shpërndajmë mesazhe paqeje tek, dhe këtë duhet ta mbjellim fillimisht te rinia jonë, te fëmijët tanë e kështu me radhë. Edhe diçka të fundit, a shihet, le të themi, që rinia edhe në Kosovë, po edhe në komunën ku je, edhe në xhamin që udhëheqet dhe mban ligjëratat, a shihet interesim më shumë nga rinia se në vitet apo kohët e fundit? Le të themi kështu, unë kam filluar si imam në vitin 2009, dhe kur kam filluar për herë të parë në xhamin që akoma shërbej, themi ashtu që dikun rreth ndoshta 50-60% kanë qenë pleq, do thotë të shtyrë në moshë, të cilët i kanë frekuentuar xhamin. Por këto ditët e fundit, që tashmë edhe Bajrami që ishte, por edhe ditët le të themi nata e kadrit dhe këto 10 net që i fundit që është ma dinamik të ne, ndoshta nuk kemi asnjë i cili është i shtyrë në moshë, i kemi shumë të paktë ata të cilët janë të shtyrë në moshë, por shumica janë rini. Ta potencoj edhe një fakt, një xhami me një xhamat rreth 500 shtëpi që unë shërbej, ato jemi, do thotë i kemi përmbi 70 nxënës të cilët mësojnë gjatë vikendeve gjërat elementare të fesë. Dhe kjo na bën që të jemi të gëzueshëm dhe të jemi optimist se e ardhmja jonë është e ndritur. Të presim në Ulqin, jo vetëm me intervistat, por edhe me ligjëratat fetare në xhamit tona. Unë të falenderoj që ndave kohën sot, duke dëshiruar gëzuar edhe një herë festën e Fitër Bajramit për ty edhe familjen tënde. Le të themi kjo festa ajo që sjell vetëm të mira, edhe le të vazhdoj gjithmonë Ulqinit të ketë këtë lidhje të bukur që ka me Kosovën. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi shumë veçantë për mua, sepse ne Ulqinin e duam dhe e vizitojmë, ndoshta i kemi hyrë pak në hak se vetëm verës. Po. Me shumë kënaqësi do të veja
ndonjëherë edhe dhe shpresoj se do t'jemi inshallah edhe në televizionin tuaj. Të falenderoj kolegesh për të mundësi që më dha që përmes kësaj dritarje të qoftë me ju dhe ofroft çdo mirësi të vëllezërit tanë shqiptar. Me shumë kënaqësi, Zoti ju nderoj, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Ishte kjo intervista jonë me imame se qerimin nga komuna Podujevës. Unë e falenderoj që gjeti kohë në këtë ditë festive, të jemi së bashku, edhe të tregojmë edhe njëherë që edhe në festat të tilla, Kosova edhe Ulqini, padyshim që janë të lidhura dhe përcjellin mesazhe të bukura vëllazërore. Faleminderit edhe juve që jeni duke na ndjekur nga kudo përmes platformave të shumta, kështu që ju uroj gëzuar festën e Bajramit në këto momente, posaçërisht të gjithë besimtarëve të konfesionit islam nga Kosova jonë e dashur.